Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, dhe mirë se takohemi edhe këtë javë në emisionin debativ politika. Kohëve të fundit kemi lëvizje të ndryshme edhe të partive politike, lëvizje të pazakonshme edhe të partive politike, por edhe të individëve të cilët i përfaqësojnë partitë politike në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Kohëve të fundit është paralajmëruar edhe rekonstruimi i qeverisë dhe edhe këtu priten lëvizje të cilat nganjëherë janë edhe të pazakonshme. Mirë po, në demokraci gjithçka është e lejuar. Ne sonde do të flasim për zhvillimet në Aleancën për shqiptarët, krahu i zjadin Selës, të cilët janë në përgatitje edhe të kongresit të tyre, por njëkohësisht do të flasim edhe për situatën me vullat, punën e Kuvendit e kështu me radhë. Për të biseduar në këtë drejtim, sonde kemi të ftuar deputeten e Aleancës për shqiptarët, krahu i zjadin Selës, zonjën Ilire Dauti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje për shiqjuesit e të Voglobit, uroj të gjithë të jenë mirë. Faleminderit. Unë në paralajmërim thash përmenda disa aktivitete të cilat pritet të zhvillohen, mirë po duhet ta filloj me Aleancën për shqiptarët, krahu i zjadin Selës, me atë që është për ju për momentin më e rëndësishme, përgatitja e kongresit, të cilën e keni paralajmëruar diku në prill. Si shkojnë përgatitjet? Realisht, pas mbajtjes së Kuvendit të fundit që e patëm, kemi formuar Komisionin Qendror për organizimin e kongresit, me cilin u thequn, dhe në bazë të parashikimeve, në bazë të një plani që patëm hartuar, kemi arritur në fazën kur koordinatorët të cilët i kemi zgjedhur në përdeg, së bashku me kryetarët e degëve, me ish-kryetarët e degëve, janë duke bërë rikonstruimin e nëndegëve, duke zgjedhur fillimisht koordinatorë të nëndegëve, të cilët më pas veç më kanë filluar me procesin e antarësimit në për nëndegë. Është një moment, unë do të thoja, shumë i rëndësishëm, sepse realisht është baza aty ku edhe duhet shtrihet realisht veprimi politik i subjekteve politike. Ne besojmë që të gjithë ata të cilët na mbështesin në forma të ndryshme për punën që bëjmë, qoftë në Kuvend, qoftë për konzistencën tonë politike që kemi treguar ndër vite, duke qenë subjekti i vetëm politik, do të thoja që veprimin tonë e bazojmë në veprime konkrete për shqiptarët, dhe duke isha thënë jemi të vetmit të cilët bisedën dhe debatin politik nuk duam që për shqiptarët të zhvillohet në atë kontekstin se kush është më i keqi, cili do garoj për ta marrë rolin e më të keqit, është më tepër i keq ose më pak i keq. Ne mendojmë se shqiptarët këtu meritojnë të flitet për gjërat mira, mendojmë se duhet ata gjithsesi ta kenë subjektin politik që do flet për rezultate, dhe kur do duhet të krahasohet me të tjerët, të flet për rezultatet e veta, dhe pse jo të numëroj edhe dështimet, po edhe diçka e mirë në qoftë se është bërë nga ne konkurrentëve politik. Kjo në kupton që përgatitjet për kongresin rrjedhin ashtu siç i planifikonim. Si qëndron puna me kontestin gjithësor që e keni me krahun e Taravarit, deri ku ka arrit ky proces gjithësor? Disa herë njëherë fiton krahu i Selës, pastaj ankesa, fiton krahu i Taravarit. Ku qëndron puna realisht? Në fund, çështja ka mbetur në gjykatën themelore, 2 herë është marrë vendim në favorin ton. Besoj edhe vendimet e tjera në vazhdim do jenë përsëri në favorin ton, për faktin se aty është e vërteta realisht. Të gjitha dëshmit të cilat i duhen gjykatës për të vendosur, unë besoj se janë në anën ton, prandaj në bazë të atyre fakteve, gjykata themelore ka vendosur për atë se kujt i takojnë vullat Aleancës për shqiptarët. Është tërzgjatur kjo çështje. Mua më vjen keq dhe nuk dua qytetarët të jenë të tanguar dhe t'i lodhim me këtë problematik. Besojmë që duhet vazhdojmë me rrugtimin ton politik, në ndërkohë që gjykatat besoj përfundimisht do e marrin vendimin ashtu siç duhet. A nuk kupton kjo që në rast se vendimi gjithësor nuk është në favorin tuaj, ju mund të regjistroni parti politike? Për hir të vërtetës, ne veç kemi bërë publike që ne kemi regjistruar një subjekt tjetër politik për ta mbuluar aspektin juridik dhe formal të veprimit ton politik, përfshirë edhe zgjedhjet e fundit lokale. Megjithatë, ne vazhdojmë dhe jemi shumë të bindur se e drejta
mbi posedimin e vulës dhe të drejtën e posedimit të Aleancës për shqiptarët është në anën tonë dhe do vazhdojmë derisa kjo e drejtë të na. Derisa të mbahet kongresi, ju besoj se pretendoni që të keni shtrirje në gjithë pjesët e Republikës së Maqedonisë së Veriut ku veprojnë dhe funksionojnë shqiptarët. Sa është shtrirja juaj në terren? Realisht Aleanca për shqiptarët asnjëherë nuk ka pretenduar që të jetë parti lokale, prandaj mbi këtë ide ka vazhduar edhe rikonstruimin e degëve dhe nëndegëve dhe mund të them lirisht që nuk ka vend ku ne nuk kemi strukturat tona dhe ku nuk vazhdojmë të rikuperohemi, të rindërtohemi si subjekt politik, sepse me të vërtet mendojmë se çështjet politike ju takojnë të gjithë shqiptarëve këtu dhe ato nuk mund të trajtohen si çështje lokale, dikuj më pak e dikuj tjetër më shumë. Koncepti politik i Aleancës për shqiptarët është i tillë që kërkon barazi për qytetarët shqiptar në nivel të shtetit dhe jo për hapësira apo territore të caktuara për qytet apo për vendbanime të posaçme, por për të gjithë pa dallim. Prandaj edhe shtrirja jon, edhe veprimi jon politik nuk le të përjashtuar dikën dhe dikën të përfshirë, por është gjithë përfshirës, prandaj edhe puna jon në terren po vazhdon paralelisht në gjithë territorin e vendit. I falenderoj të gjithë ata të cilët po na japin përkrahje, ju bëj thirrje të gjithë atyre të cilët mendojnë se duhet të jenë pjesë Aleancës për shqiptarët, ju garantojmë për një proces të hapur, një proces korrekt ku gjithë secili do ketë mundësinë dhe shansin që të jep kontributin e vet në këtë proces. Nuk është e rëndësishme shpesh vetëm të japim kritika, por edhe lëvdata, për qoftë për politikanë apo për fenomene të caktuara, është e rëndësishme që ne gjithë secili të marrim edhe pjesën tonë të përgjegjësisë si qytetar, që të shohim se çka mundemi ta bëjmë më ndryshe atë gjën e cila nuk na pëlqen, sepse ndoshta është gjëja më e thjeshtë që ne mund vetëm të kritikojmë proceset e caktuara, megjithatë mendojmë se gjithë secili nga ne i kemi kapacitetet. Aleanca për shqiptarët është subjekti ku jep mundësi kapaciteteve për ta dëshmuar dhe për ta vënë në zbatim atë idenë e cila sigurisht do bashkohet me idenë tonë për t'i dhënë shtytje procesit më tutje. Mirpo, kjo që e thash në fillim, që skena politike prej kur Aleancës për shqiptarët i ka ndodhur zhvillimet brenda për brenda vetvetes, ka bërë që edhe debati edhe politika të zhvillohet në një rrafsh dhe nivel shumë më ulët se sa që Aleanca për shqiptarët e zhvillonte dhe që po vazhdon të ndërtohet që pretendon që ta kemi në të ardhmen. Besoj që ne po e marrim veten. Unë besoj se ende shqiptarët do e kenë besimin e mjaftueshëm për ta rindërtuar edhe një herë edhe më të fuqishme Aleancën për shqiptarët, që them mos mbetemi në suaza të debatit rreth asaj për të gjetur kush është fajtori më i madh, por thjesht të kemi subjektin politik që do flet për veprime konkrete, që do veproj konkretisht, që do e ndërtoj pozicionin e vet në bazë të asaj konzistencës, në bazë të qëndrimeve dhe parimeve që ka, sepse shpesh herë jemi mësuar të shohim se si politikanë të caktuar, subjekte të caktuara, qëndrimet e veta i ndërtojnë në bazë karikës ku ulen, ndërkaq ne mendojmë se duhet jetë e kundërta. Janë pikërisht qëllimet, janë pikërisht ato principet të cilat duhet të ta ndërtojnë vendin ku ulesh dhe në bazë të saj më pas të veprosh. Pak më vonë do të flasim edhe për pjesën e zbatimit të pushtetit kur partitë politike janë në pushtet dhe kur janë në opozitë. Po, do të ndalem kjo pjesë ende ke organizimi i kongresit tuaj. Çfarë pritni nga kongresi? Planifikoni ndonjë ndryshim statutar, ose pritni nga ai kongres të dini të bashkuar? Pasi si zakonisht partitë politike të paktën ashtu edhe është dëshmuar këtu, në rast se ka ndonjë paknaçi, fragmentohen, del një tjetër, krijon një parti tjetër, të shqiptarët janë vërë të panumërta gati se partitë politike këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju çka pritni konkretisht nga kongresi? Ne presim të gjitha ata njerëz të cilët e pranojnë politikën e Aleancës për shqiptarët kështu siç e zhvillojmë ne, të bëhen pjesë e Aleancës për shqiptarët dhe të vazhdojnë të japin kontributin e vet. Do të thonë, nuk është çështja ne do bashkohemi, ne jemi aty, thjesht vetëm duhet gjithë secili që ka dëshirë të ndihmojë dhe të kontribuojë të bëhet pjesë dhe padyshim të jep kontributin e vet. Nëse keni fjalën për
individ të caktuar të cilët janë larguar nga Alianca për Shqiptarët, padyshim të gjithë e kanë vendin të kthehen tek Alianca për Shqiptarët, përsa kohë që e mendojnë se i takojnë dhe kanë të drejtën t'i përkasin politikës Aliancës për Shqiptarët. Dëgjoni, ka kaluar shumë ujë prej asaj kohe deri më sot. Sidomos e kam fjalën për proceset politike që janë zhvilluar në ndërkohë. Kështu që nëse ne Po mirë, keni edhe ju atë bindjen që ja, kushtimisht ta themi e komune. Është humbur besimi te qytetarët, gjithësisht e popullit kundrejt politikanëve, mu për arsye të veprimeve të çuditshme të tyre që kanë ndodhur kohëve të fundit. Realisht në për parti politike këto procese janë të njohura, mirë po çarjet jo të natyrshme ose koalicione nganjëherë jo të natyrshme e shtin popullatën që të humbë besimin te politikanët. Ju si do ta ktheni këtë besim? Shifni, realisht unë si e shoh krejt këtë që ju e thoni. Besimi tek politikanë të caktuar dhe subjekte të caktuara politike duhet të ndërtohet ose të vihet të zhgënjimi në qoftë se ti veprimin tënd politike ke në kundërshtim me gjërat të cilat i ke thënë publikisht. Unë nuk besoj që ne përkasim në atë kategori. Përkundrazi, ky është edhe ai dallimi jon me të tjerët. Me thënë, pavarësisht se ne si Aleancë për Shqiptarët me kë kemi bërë koalicion, me kë ndoshta në të ardhmen do duhet të bashkëpunojmë në momente të caktuara për hir të politikave shumë më të mëdha, për hir të faktit se ne edhe kur kemi qenë në pushtet, edhe pse shkurt kohë, edhe kur kemi qenë në opozit, ne kemi ditur që ta bëjmë dallimin. Prandaj unë dua t'ju them të gjithë qytetarëve dhe t'ju drejtohem shumë sinqerisht. Mos kenë as brengën më të vogël kur ne bashkëpunojmë me dikënd apo kur jemi pjesë e njërit apo tjetrit tabor, e kam fjalën pozit ose opozit, për faktin se nuk i ndërtojmë ne qëndrimet dhe principet në varësisht nga vendi apo në varësisht nga bashkëpunëtorët. Përkundrazi, ne vazhdojmë që qëndrojmë atyre qëndrimeve edhe pavarësisht koalicionit në të cilin jemi, spaku tani më edhe kemi dëshmuar. Ju të gjithë e dini që ne ishim pjesë e Frontit Evropian. Po, në këtë drejtim ju ishi në zgjedhjet e fundit parlamentare, ju ishi pjesë e Frontit Evropian dhe tani nuk jeni pjesë e Frontit. Si veproni, si të pambarur, me këmbështetni tani? Tani në funksion të asaj që pyetet paraprakisht, me thënë, asnjë veprim i joni, edhe në kuadër të Frontit Evropian, nuk ka shkuar në kundërshtim me qëndrimet tona politike që i kemi pasur. Ne edhe brenda Frontit kemi ditur që të ruajmë mënyrën tonë, atë pavarësinë tuaj. Pavarësinë tonë, autonominë tonë të veprimit, dhe besoj se këtë duhet ta bëjë çdo subjekt politik, pavarësisht se nuk e bëjnë këtë gjë. Zonja Ilire, kështu, ju keni qenë pjesë e Frontit? Jo, unë ka një gjë që më falni që kur thoni që është humbur besimi, unë me vërtet dua sinqerisht ta di, për shembull, cili është veprimi politik, momenti politik, ç'është gjëja të cilën ne e kemi bërë ndryshe në momente të caktuara dhe që kemi bërë që dikush të mendoj po edhe këta u bën si të tjerët. Për faktin se edhe pse di që shumë janë të interesuar të gjithë që ne të dukemi njëjtë. Me të vërtet të gjithë duan që të dukemi njëjtë. Megjithatë, në qoftë si analizojmë pak më shumë veprimet tona politike, sepse nuk është çështja vetëm të krijojmë një mendim iluziv, duke parë vetëm sipërfaqësisht atë çfarë ndodh në skenën politike. Po mirë, qytetari thjesht vetëm në atë formë shef. Prandaj edhe jemi ne për t'i sqaruar, edhe ky debat që e bëjmë tani, do të thënë është për t'i sqaruar, për ta bërë dallimin, për të thënë se cila është e vërteta në krejt këtë gjë që ndodh. Sepse ka ndodhur, unë i dëgjoj edhe subjektet e caktuara politike ta zam edhe hyrjen dhe daljen në qeveri i llogarisin si akte për shembull patriotike ose kombëtare ose si vepra të larta. Nuk qëndron veprimi politik dhe kombëtar tek dera që ti e le pas kur del. Por çështja është tek veprimet që i len atje kur vendosësh të lëshosh diçka. Dhe dallimi jon pra i Aleancës për Shqiptarët dhe të gjithë të tjerëve është në këtë element që është shumë qendror. Ta analizojmë një herë situatën në 2017 kur Aleanca për Shqiptarët ka lëshuar qeverinë, ajo kur ka hyrë një herë në qeveri, ka hyrë me një qëllim konkret, ka rrëzuar regjimin e Gruevskit ashtu, dhe kur ka dalur me ligj për përdorimin e gjuhëve. I cili tani nuk respektohet ose ka mangësitë e tij. Po, për cilat ne vazhdimisht i kemi dhënë vërejtjet tona dhe vazhdojmë të japim. Madje unë jam shumë kritike ndaj vet
personave të caktuar, të cilët vetë si shqiptar ligjet i kanë sjell në gjuhën maqedone në parlament. Do me thënë, unë dua ky dallim të jetë i qartë dhe t'ua bëjmë me dije qytetarëve jo vetëm për ta vënë në pas se kush jemi ne, realisht edhe për t'ua ofruar edhe rahatin e nevojshme që ju duhet për të besuar ata se ka dikush me të vërtet që kujdeset që t'jetë ndryshe. Pra edhe hyrjet, edhe daljet, të mos maten me atë derën që e lën pas, po me veprime që ke lënë atje. A ka mundësi të më lejoni vetëm t'i numëroj kush janë gjërat që i lën pas këta ish kolegët tanë dhe të tjerët të cilët mendojnë se në momente të caktuara do të dalish vetëm urdhnoni. Për shembull, do dalish nga qeveria dhe do bëhesh patriot ose do bëhesh kombëtar i madh sepse ke dalur nga dera e qeverisë. Gjithmonë duhet me i parë cilët janë veprimet ata kur vendosin daljen. Çfarë ka ndodhur realisht? Dikush doli, po çfarë la pas vetes? La një herë shqiptarët të cilëve vota ju barazua me 0. Sepse ajo ndodhi kur legitimiteti u shkel. Lan prapa vetes edhe atë dokumentin të cilin e kishin nënshkruar se integrimi i vendit në Bashkimin Evropian do të jetë prioritet për formimin e qeverisë, por sot e kësaj dite e shohim sa më larg ne jemi nga ky integrim evropian. Çfarë lën tjetër? Ata kanë lënë pas vetes 173.000 shqiptar të cilët i kanë larguar nga numri i përgjithshëm i popullsisë me vendim të qeverisë, sa ishin aty brenda. Çfarë bën tjetër? Ata vetë votuan në fakt programin e qeverisë që ishte programi vëmërose, bën program qeverie, ku ishte i përfshirë edhe largimi i balancuesit. Me dorën e vete bën të gjithë këtë, duke votuar atë program dhe duke larguar më pas balancuesin. Çështja e balancuesit ka qenë edhe më herët, do të thënë që në kohën e qeverisë së kaluar, do të thënë diskutabile ka qenë ajo çështje, por edhe lëvizjet e fundit, do të thënë që bëhen për të qenë pjesë e ekzekutivit, çështja nuk është te ajo se çka do të përfitoj një subjekt politik apo individ të caktuar në kuadër të partisë politike, e cila do të dalë ose ajo e cila do të hi. Po qëllimi është a arrihet rezultat konkret, a ka lëvizje të procesit. Do të thënë ne deri tani nuk kemi pa që një parti politike që ka dalë ose që është futur ta ndryshoj këtë zhvillim që na duhet neve. Në vend të procesit të lëviz. Të gjitha partitë politike në programet e tyre parazgjedhore apo kur e kanë kërkuar votën e qytetarit kanë thënë që ne në Maqedoninë në afat kaq ditësh, aq muajsh, do t'i bëjmë ndryshime, do t'i fillojmë bisedimet për inkuadrim në Bashkimin Evropian. Dhe tani në fund i shohim qëndrimet e prera të kryeministrit që thotë jo, ne kemi kushte për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa ata të cilët kanë fituar votën e qytetarëve dhe kanë fituar legitimitetin për të qenë pjesë e kuvendit dhe qeverisë, ato heshtin nuk i zbatojnë ato të thëna, të cilat i kanë thënë që për një afat prej 6 muajsh, një viti, do t'i ndryshojmë sendet në Republikën e Maqedonisë. Në këtë drejtim ju po të kishi qenë, se unë tani e ndruam edhe temën, kisha pak më vonë t'i parashtroj këto pyetje. Supozojmë, kushtimisht do të themi, përflitet që Aleanca për Shqiptarët mund të bëhet pjesë e qeverisë në të ardhmen me ndryshimet të cilat të priten, të gjitha janë këto hipotetike, vetëm supozime. Në qoftë se ju nesër bëni pjesë e qeverisë si Aleanca për Shqiptarët, krau i Zjadin Selës, cilat do të qenë kushtet dhe a do t'u përmbaheni pastaj atyre kushteve të cilët do t'i vendosni vetë. Ne e dim që Zjadin Sela në kohën kur u fut në qeveri tha po, ne do ta ndryshojmë ose do ta sjellim ligjin për përdorimin e gjuhëve në 100 ditë, realisht edhe ashtu ndodhi. A mund presim ndonjë qëndrim të kësaj natyre në mënyrë hipotetike përsëri e them, në rast se bëheni pjesë e ekzekutivit? Faleminderit. Do të thënë u prekën më shumë çështje. Shumë çështje dhe tani keni kohë ju thatë që çështja e balancuesit ka qenë po, ishte si propozim diskutueshme edhe më herët, megjithatë kur diçka është e diskutueshme dhe kur diçka ka një problem, gjëja e parë që duhet bësh është ta identifikosh problemin dhe ta zgjidhish atë. Dhe jo ta largosh aq më tepër që largimi i balancuesit dhe përfaqësimi përmes meritokracisë ka qenë pjesë në
në programin e VMRO-s që më pas u bë program i qeverisë. Do me thënë, me vetdije të plot, me gishtat e vet, me dorën e vet e kanë votuar programin e qeverisë. Jo që ne pajtohemi në këtë drejtim. Nuk themu vetëm po jo që ne pajtohemi, se ne e dim që ka pasur keq përdorime gjatë aplikimit të balansuesit. Keq përdorime ka pasur, mirë po ajo nuk do të thotë që duhet hiqet. Ai mund të rregullohet, të përmirësohet, të avancohet. Dhe me thënë, kur diçka ka një defekt, duhet të qasemi dhe të shofim ku është defekti dhe të eliminojmë ato defekte dhe të bëjmë ashtu si që duhet. Alianca për Shqiptarët për hir të vërtetës, duke qenë e vetëdijshme se ka pasur lëshime të caktuara, kemi menduar se tëra çështje e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, sidomos të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera, duhet të forcohet përmes ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mirë po jo këtij ligjit të cilin e shëtitin sa andej dhe këndej dhe ende nuk e sjellin në parlament sepse nuk përmban asgjë qendrore në fakt nga ideja për ligjin për përfaqësim dhe të drejtë dhe adekuat që në fakt e proklamonte Alianca për Shqiptarët. Që do të thotë se është çështja se ne nuk duhet t'i relativizojmë. Prandaj u ktheva këtu. Unë nuk hyj në kategorinë e politikanëve të cilët e kam të lehtë t'i relativizoj gjërat dhe t'i falim ashtu thjesht. Secili duhet mbaj përgjegjësi për çështje të cilat ju tangojnë të gjithëve. Këto nuk janë çështje individuale. Dhe ne kur të vijë momenti të saktuar themi ja falim ose nuk ja falim. Janë procese të cilat kanë të bëjnë me të ardhmen e brezave që vinë dhe duhet gjithë secili të bëjë shumë kujdes se si sillet politikisht dhe cilat janë pasojat e veprimeve dhe lëvizjeve që bën. Prandaj unë e them që subjektet e caktuara politike nuk ekzistojnë në skenën politike për t'i vënë vetvetes kushte se me këtë po, me këtë jo, kështu po ose kështu ajo, po të ndërtojsh principe të sjelljes mbi bazë të cilave do sillesh më pas. E përmendet që dallimin e partive politike me cilën unë u referova pak më herët, sepse është pjesa të cilën me të vërtet duhet ta bisedojmë. Shumë mirë përmendet që Alianca për Shqiptarët ka bërë që me hyrjen atëherë në qeveri për 100 ditëshin të kushtëzoj ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe realisht ashtu ka ndodhur. Megjithatë, me një ligj të tillë të sjellur, ti mundesh edhe ta lëshosh pastaj qeverinë për shkakun se ti mendon se gjërat e tjera nuk shkojnë në nivelin që ti pretendon se duhet t'i përfaqësosh shqiptarët. Megjithatë, unë kur them që duhet shqiptarët të bëjnë kujdes subjektet politike se si sillen, e kam parasysh faktin që nuk kam nestohesh edhe në qoftë se jeti në opozit dhe bën veprime të gabuara. Nuk është çështja se ku je i pozicionuar, çështja është tek sjellja te veprimet politike që bën. Mund të jesh në opozit dhe mund të jesh i dëmshëm. Kemi pa raste, për shembull për momentin është një prej çështjeve që për ne është shumë shqetësuese edhe tema e një njësisë zgjedhore, po. Do të flasim pak më vonë. Do flasim, vetëm do ta përmendi si element të cilin ti mund ta dëmtosh procesin edhe nga opozita, duke qenë mund ta dëmtosh edhe nga pozita. Por megjithatë, pozita ose pushteti është vendi ku partitë politike kanë mundësinë që të zbatojnë atë idenë e vetë politike të cilën e kanë në programet politike edhe që e shfaqin para që pyet edhe Alianca për Shqiptarët se si do paraqitet në kongresin e ardhshëm, padyshim me platformë politike të cilës do duhet të qëndrojë më pas dhe të realizojë me veprime konkrete. Pse përmenda rëndësinë e asaj se si veprojmë dhe jo ku jemi të pozicionuar. Ju e dini që Alianca për Shqiptarët duke qenë në opozit ka bërë ligjin për shtetësi, apo? Dhe më pas edhe duke qenë pjesë e pushtetit ne kemi vazhduar me të njëjtin ritëm duke marrë në pyetje ministrin e asaj kohe për rastet të cilat nuk kryheshin si duhet, sepse është një vërtet shumë e madhe. Maqedonia e Veriut ka probleme serioze me implementimin e ligjeve. Në këtë drejtim edhe me vetë ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe me lloj-lloj ligjesh tjera të cilat sillen dhe më pas nuk implementohen. Kishte edhe çështje tjera të cilat i prekët. Do t'i flasim, do të kalojmë përsëri në atë pjesë, po. Se çka do bëjmë ne në qoftë se do kemi ofertë, po. Do bisedojmë për atë çështje. Unë dua edhe një çështje tjetër. Thatë që para se të kalojmë në një blok marketingu, dua edhe një dilemë tjetër të shtrojmë. Ju ishi pjesë e Frontit Evropian, tani nuk jeni. Tani nuk jeni në nivel qendror, mirë po në nivel lokal këtu në Kosivar, duket se ato këshilltarët e juaj, më thonë, mbështesin kandidatin i cili ka qenë i mbështetur ose që ka pas mbështetjen e AKI-s tani,
Aleanca për Shqiptarët dhe BDI-a. Tani, keni kontroll ndaj këshilltarëve ose e keni marrë në nivel lokal ndryshe, në nivel qendror ndryshe? Aleanca për Shqiptarët nuk vepron me standardet të dyfishta, as në nivel qendror dhe as në nivel lokal. Është përgjegjësi individuale e njerëzve të caktuar të cilët marrin emërtimet në bazë të fuqisë politike të Aleancës për Shqiptarët dhe që më pas munden ta keqpërdorin në momente të caktuara. Unë besoj që do vije çështja dhe do sqarohet edhe ajo, po gjithë ata të cilët mbështesin. Mirë, ato ishin në listën e përbashkët. Ishin në raundin e parë kur ne kishim marrëveshje, realisht kur ishim pjesë e Frontit Evropian apo realisht e AKI-s, mirë po në momentin që ne nuk jemi pjesë e saj, nuk mundet një pjesë, dikund një individ të mbetet pjesë e një grupacioni të caktuar dhe ndërka që vendimi i partisë është që ti ke marrë një qëndrim ndryshe. Unë këtë e bëra për arsye se ne i shohim mbështesin më thënë AKI-n të në Gësiva. Tjeni të sigur që qëndrimi i Aleancës për Shqiptarët, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, është ai i cili bëhet i ditur publikisht. Kalkulimet dhe gjërat e tjera të cilat mund t'i bëjnë individ në nivelet më poshtë, ata nuk na takojnë neve dhe do duhet gjithë secili prej tyre të jap llogari para organeve të partisë që besoj se edhe do ndodh. Arsyeja është kjo se në për partitë politike shqiptare ndodhin këto fenomene. Ne e kemi shembull Besën dhe zotin Kasami, i cili nuk është i kënaqur me punën e Fatmir Limanit dhe tani shprehet se kushtimisht them unë se do ta shkarkoj. Mirë po kryeministri dele demanton, thatë jo, unë jam ai që e mbroj dhe shkarkoj. Keni edhe ju përshtypjen se partitë politike shqiptare nuk i kanë të gjithë funksionarët e tyre nën kontroll ashtu si duhet? Kjo që ndodh realisht në skenën politike në raportet e kryeministrit dhe pjesëtarëve të vlenit të cilët janë pjesë e qeverisë, këtë ne të tjerët e kemi ditur me kohë. Tash është çështja që edhe ata e pranojnë se është e kështu. Nuk është për mua problemi se partitë politike a do jenë të kënaqur me individ të caktuar dhe ky debat mua fare nuk më është i rëndësishëm. Por mua është e rëndësishme këta subjekte politike që janë pjesë e qeverisë, a ndihen fajtor për gjithë të gjërat që kanë ndodhur. A ndihen fajtor që edhe ndarja e mjeteve nga krediti hungares nuk u bë në mënyrë të drejtë, po u bë në bazë të atij vendimit të qeverisë që fshiu qytetarët shqiptarë dhe të gjithë qytetarët të cilët u quajtën jo rezident me pa të drejtë, duke patur parasysh faktin që ligji për regjistrim nuk njeh termin jo rezident, por u përdor situata atje që ishim në pandemi dhe të gjithë qytetarët të cilët shumë zakonisht vinë 3-4 herë këtu, ata hynë në kategorinë e jo rezident. A mbajnë llogari këta politikanë të cilët duan që diskutimi të zhvillohet në kuadër të raporteve të tyre që mund t'i kenë brenda për brenda. Për mua shumë e rëndësishme, a mbajnë këta llogari që përfaqësimi politik i shqiptarëve ra në zgjedhjet e fundit lokale, bazë të përsëri të vendimit që u mor për përjashtimin e qytetarëve të cilët jetojnë jashtë. Gostivari konkretisht ka pasur 8 këshilltar më pak, shumë vendbanime tjera. Këto janë përgjegjësi të cilët ne tani po t'ju kthehemi, dihet se si ndodhi, do të thënë në entin shtetëror të statistikave kur është bërë regjistrimi, zëvendës drejtori ka qenë shqiptar dhe lejoi që të quhen rezident dhe jo rezident. Pastaj në qeveri që u soll vendimi për zvogëlimin e numrit të këshilltarëve në bazë të rezidentëve dhe jo rezidentëve, kanë qenë partitë politike shqiptare, të cilat edhe aktualisht janë duke përfshirë edhe aleancën e zotit Taravari. Në atë kohë, do të thënë, mungesa e përgjegjësisë sjell pasoja dhe janë ne ku i kemi tani pasojat. Pra, ndonjë nga këta zotrit, a nuk e pa të arsyeshme të thotë që jo, kështu nuk bën? Në momentin që ndodhi ndonjëri nga këto veprimet të cilat dëmtuan qytetarët shqiptar. Dhe çështja është ne tani të debatojmë sa i kanë punët në mesveti ata mirë. S'është çështja kjo. Çështja është e këtyre temave të cilat neve na tangojnë dhe që jemi dëmtuar dhe vazhdojmë të dëmtohemi. A i pyet këta njerëz dikush që kush mban llogari dhe përgjegjësi që ligjet ministrat shqiptar të parët i sollën në kuvent në gjuhën maqedone. Dhe zotri, për shembull Taravari i pari, kur e solli në Komisionin për Shëndetësi ligjin nga dikasteri që udhëhiqte, jo vetëm që e solli në gjuhën maqedone, por me të largoi
edhe drejtorët ekonomik, 70% të cilëve mbi 70% ishin shqiptar. Kjo është tema që duhet të diskutohet. Këto janë ato veprime që unë mendoj se duhet kemi parasysh kur dikush vendos që ta shet derën që le pas, e unë them që duhet t'i sheh punën që i ka lënë pas. Po të futemi këtyre analizave ka shumë. Realisht kjo është analiza e vërtetë. Shumë e vërtetë. Kjo është analiza e vërtetë. Dhe po të kthehemi përgjithësive, ka njerëz që mbajnë përgjithësi edhe më të mëdha, po si kanë dhënë asnjëherë askuj përgjithësi, dhe ne nuk e dim se sa do të vazhdoj politik bërja në Republikën e Maqedonisë, sidomos tek shqiptarët në këtë formë. Këtu për të shputur për një blok marketingu, gjithsesi të ndjekim publicitet, e pastaj do të kthehemi dhe do të flasim edhe për veprimin e kuvendit, sjelljen e ligjeve dhe funksionimin e vet ekzekutivit të vendit. Patjetër. Po, teleshikues nderuar, jemi rikthyer në emisionin debativ politika me mysafiren e sonshme, gjithësisht me deputetin e Aleancës për Shqiptarët, krau i Zjadin Selës, zonjën Ilire Dauti. Vazhdojmë bisedën gati ati ku e lam. Deshet ju pjesë, sa jeni të kënaqur me funksionimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë? Ju jeni pjesë e Kuvendit tani më mandati i ditë. Dhe sa mendoni ju se në kuvend sillen ligje të cilët do ta lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e qytetarëve, pasi fitohet përshtypja që në kuvend sillen ligje më së shumti për të mbrojtur elita të caktuara politike dhe grupacione interesi. Realisht në këtë mandat unë vërej një zbehje të dukshme të debatit parlamentar, majorizimi komplet nga ana e VMRO-s e bën që edhe debatit të mos zhvillohet në nivelin që duhet. Ata shpesh dinë që edhe të mos e lejojnë debatin në kuptimin që ti mund paraqesësh amandamente, mund të bësh edhe propozim ligje, po megjithatë mjaftojnë votat e tyre, dhe me thënë për ata 61 vota që i kanë, e shprehin forcën e tyre politike që e kanë. Nuk keni pasur rastin me siguri ta ndiqni edhe situatën rreth ligjit për Branitella që u zhvillua në kuvend. Që e bllokuat ju. Ata po megjithatë ata morën guximin që mbasi i kanë 61 vota, paramendoni të vihen mbi vullnetin e qytetarëve të cilët neve na kanë zgjedhur për t'i përfaqësuar. Dhe me thënë, ata mendojnë se kur i kanë 61 munden të bëjnë çdo gjë. Kështu edhe u sollën. Po unë nuk hidhrohem shumë me ata. Unë hidhrohem më shumë me këta tjerët, të cilët kur unë në fjalën time insistoj me çdo kusht ta marr fjalën për të arsyetuar gjithë procesin, kur ju them bahuni, shporuni të VMRO-s dhe Levicës, shohen edhe këta tanët shporen bashkë me ata. Që s'është në rregull, dyshim as pak. Sipas jush, debati është zbehur për arsye të forcës politike që ka vetë VMRO-ja dhe numrave me të cilët ajo i posedon, apo ka edhe diçka tjetër këtu që nuk ecën në drejtim. Në krejt këtë çështje në VMRO-s që ne e dim si kanë numrat edhe si e kanë fuqinë elektoratin maqedon, flas. Është edhe ky elementi tjetër shumë i rëndësishëm i ne shqiptarëve se si sillemi në krejt këtë situatë.
Realisht sjellja e VMRO-s është e tillë, ashtu siç e shohim, ashtu siç ata mundohen ta paraqesin vetveten të fuqishëm, dhe ajo është pjesa të cilën ne edhe e dimë. Çështja me të cilën unë nuk pajtohem është sjellja e partive politike shqiptare të cilët janë pjesë e Vlenit. Pa marrë parasysh tani mos kthehemi në momentin që ata u bën pjesë e qeverisë, sepse nuk është gjë e vogël shkelish legjitimitetin e një populli të tërë këtu. Po megjithatë u bë që ata u bën pjesë e qeverisë. Dhe për sa kohë që ata u bën pjesë e qeverisë, ata duhet të jenë të konzistentë dhe të vazhdojnë betejën e vetë për përfaqësim me gjithë forcat e veta që i kanë. Me faktin që ata secili herë mbas here tregojnë situata që ja ne do dalim ose dikush veç ka dalur, vetëm tregon ikjen nga përgjegjësia e tyre. Sipas meje, ka dy gjëra të cilat ata kanë mundësi t'i bëjnë dhe me të cilat ndoshta do na bindnin se nuk e kanë ditur realisht se kështu do të ndodhte, edhe pse nuk mund t'jesh deri në atë mas naif politik që mos e kuptosh se VMRO-ja do vijë momenti që do ta kthejë gjithatë për të cilën ata si humbës u bën pjesë e qeverisë. Kështu që nëse këta të cilët janë pjesë e Vlenit ose duhesht e bashk të merren vesh ashtu siç hynën bashk, të dalin bashkë prej qeverie dhe të në një farë mënyre të japin mesazhin e vetë se kështu nuk duhet të ndodh, ose nga ana tjetër të vazhdojnë të gjithë së bashku atje dhe të luftojnë për gjërat të cilat do kenë mundësi në kuadër të qeverisë të realizojnë. Do jenë më pak, do jenë më shumë, megjithatë, kështu siç po ndodh, është mënyra më e keqe e mundshme e përfaqësimit të shqiptarëve në qeveri. Domethënë, në momentin hynën bashkë dhe tani secili një nga një ngrem flamurin dhe thot, flamurin e bardhë dhe thot, unë do dal, unë do për këto arsye, për ato arsye, dhe unë mendoj se këto janë momentet të cilat edhe më tepër e dëmtojnë dhe dobësojnë përfaqësimin institucional të shqiptarëve në qeveri. Prandaj duhet me patur kujdes, ndërkas për sa i përket pjesës së debatit parlamentar që zhvillohet, thuaj se nuk bëhet debat, është shumë më dobët debati se herën e kaluar në mandatin e kaluar, për faktin sepse ata mendojnë si kanë 61 dhe munden të bëjnë çdo gjë. Keni pasur rastin të shihni sjelljen e tyre në raport me mua, në rastin e ligjit për branitellat, po ata mendojnë me çdo kusht e mbrojshin, pastaj ato trilluan diçka dhe realisht unë e bëna punën time deri në fund dhe ai ligj u bllokua dhe nuk mund të kalonte më tutje. Po mirë, në këtë drejtim tani, pasi ju e keni dëshmuar se me një nëse më lejoni, ka një moment tjetër që e vërteton se në çfarë gjendje është debati parlamentar në Maqedoninë e Veriut, dhe është ligji për vetëqeverisjen lokale. Unë e përmenda pak më herët që u përjashtua popullsia që u quajt jo rezidente nga përfaqësimi politik, nga pjesëmarrja në buxhet, nga ndarja e krediteve kështu me radhë. Po e tëra kjo, duke bërë edhe uljen e numrit të këshilltarëve, u desh të kalonte përmes ligjit për vetëqeverisje lokale, të cilën e solli qeveria në parlament për hir të vërtetës dhe u ndesh me ne dhe me kundërshtimet tona. Meqense nuk arritën që ta kalojnë për shkak të badenterit në atë kohë, para zgjedhjeve lokale e kam fjalën, ata e kanë implementuar dhe përfaqësimi politik në këshillat komunal është sipas vendimit të qeverisë, mirë po pa mos kaluar i njëjtin në procedurë parlamentare. E kuptoni që është në krizë të thellë debati parlamentar dhe demokracia parlamentare në Maqedoninë e Veriut për momentin kështu siç zhvillohet. Dhe këtu duhet të vendoset në funksion pastaj gjykata kushtetuese, e cila nganjëherë sjell disa vendime të cilat janë të çuditshme e kështu me radhë. Mirë po, e përmendët ju që ligjin nuk e kaluan në parlament për arsye të parimit të batinterit dhe pastaj në bazë të parimit të batinterit e sollën vendimin për safe sit-in, për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe mekanizmin të cilën e ka në dorë opozita, gjithsesi opozita shqiptare, ato e anashkalojnë në një farë mënyre duke gjetur, kuptohet, nëpërmjet shqiptarëve gjithsesi. A nuk është jo pak, pasi ju thatë dhe u dëshmua që ligjin për branitellat, ku ishi ju kryetare e komisionit, me këmbguljen tuaj nuk e sollët në rendite dhe ja nuk kaloi. Pa, a ka mekanizma tjerë? Unë mendoj se ka mekanizma tjerë. Opozita shqiptare me një çështje që nuk pajtohet dhe që anashkalohet, tërthorat zia kalojnë, ajo ka mundësi tjera. Lëshon parlamentin bojkot, alarmon një muaj, 2 muaj,
Nuk i shohim të veprime nga opozita shqiptare. Është mekanizmi i besnikërisë politike, që nuk po funksionon si që duhet. Pak më herët e përmendet edhe Gostivarin, edhe në kuvent ndodhte e njëjta gjë. Me thënë, duhet gjërat i themi troq ashtu si që janë, para se t'jemi në qenje politike, ne jemi qenje individuale dhe duhet mbajmë llogari personale për emrin tonë dhe mbi emrin që qëndron aty te susta kur votojmë për propozim ligje të caktuara. Dhe këtë gjë ti nuk ja mëson njeriu dhe nuk e detyron njeri për të vepruar në këtë ose në atë formë. Prandaj, unë njërësisht pak më herët thash që jo të gjitha fajet duhet t'i kërkojmë tek pala tjetër, sepse në raportet dhe qëndrimet në raport me ata ne kemi të qarta dhe të njohura. Por çështja tjetër që funksionojmë në këtë formë edhe brenda për brenda, qoftë duke pasur unë vërejtje shumë të mëdhaja edhe për mënyrën e funksionimit të opozitës në mënyrën siç funksionon, sepse nuk duhet harrojmë faktin dhe të kthejmë te fillet atje të frontit evropian kur ligjin për riorganizimin e qeverisë votuan pjesë të opozitës të mbetur pra të frontit evropian, jo edhe ne sigurisht, po megjithatë është një moment që unë e quaj edhe çarja e parë e frontit, sepse frontin unë gjithmonë e kam parë si një dikë ndërtuar për t'i bërë ballë vëmëros që sipas gjitha sondazheve të dukesh që ndoritet. Si vlerësoni takimin e liderëve? Ju nuk ishin në takim, nuk ishi ftesë apo nuk pranuat që të shkoni? Shife, realisht mungesa... Pasi që nga i takim liderësh, pastaj dolën këto paqartësitë. Kaloi ligji për qytetin e sigurt, kaloi ligji për avokatin e popullit, këndi shprejnë pak naci, në anën tjetër bëjnë takime me pushtetin. Janë pikërisht këto vërejtjet të cilat... Këtu është ai mosbesimi pastaj i qytetarëve që humbin besimin ndaj politikanëve. Megjithatë, tani unë më lejoni që të distancohem nga veprimet me të cilat nuk jemi pajtuar dhe nuk kemi pranuar asnjëherë të bëhemi pjesë e veprimet të tilla. Tani le ta mbaje secili për vetvete gabimin që e bën dhe le të përgjigjet para qytetarëve, por jo edhe ne të tjerë të cilët me fuqinë tonë, aq sa e kemi, jemi munduar gjithmonë që ta mbajmë vijën e drejtë. Në takimin e liderëve nuk u folën çështje të cilat janë të rëndësishme për shqiptarët. Ai ishte më tepër një takim ku u aprovuan politikat dhe kërkesat e VMRO-s, sesa në fakt që mund të ishte një takim që do të nxirrshin diçka shqiptarët dobi për vetveten. Unë e pash si nënshtrim total të shqiptarëve, qoftë të pushtetit nëpërmjet atyre që ishin të përfaqësuar apo të opozitës, sepse ata dolën prej aty duke pranuar çdo gjë që kishin kërkuar, por nuk na treguan se çfarë kishin patën kërkuar këta diçka aty, cilat ishin çështjet për cilat ne si shqiptar fituam ose patëm dobi, asgjë. Dhe unë e kam thënë publikisht, nëse pyetja shtrohet çfarë fituam ne shqiptarët, asgjë përveç nënshtrimi që ndodhi në atë tavolinë. Duhet me pat kujdes kur i përfaqësojmë shqiptarët si i përfaqësojmë. Prandaj them që nuk është gjithmonë çështja se ku je i pozicionuar, por çështja është se si sillesh, qoftë si opozit, qoftë si pushtet. Për fat të keq ka lëshime dhe gabime që bëhen edhe nga pjesëtarët e qeverisë edhe nga opozita. E tani qeveria në emër të reformave propozon disa ligje të cilët pasi e kanë forcën edhe të numrave, edhe i kalojnë. Cili është mendimi juaj për ligjet të cilët i quajnë ligje reformuese, sidomos në gjithësor nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, dhe ndryshimet të cilat të priten në të ardhmen që të sillen, sidomos pas takimit të liderëve, që është ligji për zgjedhje. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim? E kemi thënë publikisht, madje jo tani, po me kohë kemi të ndërtuar qëndrimin tonë rreth modelit zgjedhor. Të gjitha llogaritjet, qoftë matematikore, për numrin e deputetëve, pra përfaqësimit politik të shqiptarëve në institucionin më të lartë ligjithanes siç është Kuvendi, rezultojnë që ne do kemi më pak vende në parlament dhe nga tjetër në aspektin e ndërtimit të shtetit, një njësi zgjedhore nuk i përshtatet rendit që ka Maqedonia e Veriut, duke patur parasysh faktin që ne jemi shtet multietnik dhe nuk guxojmë të shkojmë nga çështja e mbledhjes së tëra në një qendër apo siç
pretendohet nëpërmjet një njësie zgjedhore, sepse un kam shprehur edhe qëndrimet e mia edhe për karakterin unitar të shtetit, i cili vazhdon të proklamohet nga subjekt politik i caktuar, por që është gabim për faktin se ai model nuk i përshtatet realitetit të Maqedonisë së Veriut dhe sidomos pas luftës së vitit 2001. Kështu që duhet me pat kujdes nganjëherë edhe kur paraqisin Cili do të jetë veprimi juaj në rast se sillet një ligj zgjedhor i cili ju nuk do të pajtoheni? Ne kemi thënë që duhet të jetë 8 njësi zgjedhore, sepse vetëm ashtu i përshtatet realitetit. Tani, ne do mundohemi brenda debatit që do zhvillohet, që ti bindim edhe partitë tjera politike shqiptare. Jo, t'i shprehni mangësitë eventuale që mund të dalin, po. Që t'i themi gjërat me kohë, prandaj edhe me kohë jemi duke biseduar këtë çështje, që të mos vije puna një ditë themi se nuk e ditëm, po thjesht t'i sqarojmë gjërat me kohë, ta dim që ky është veprimi i gabuar i radhës që munden ta bëjnë shqiptarët dhe që më pas do të duhet shumë kohë për të rikuperuar dhe pikpyetja do mund të ndodhë. Prandaj ne mundemi të bëjmë në bazë të fuqisë që kemi politike dhe do e bëjmë gjithë ato që kemi mundësi ta bëjmë. Prandaj na duhet mbështetje. Kthehemi përsëri tek ajo pjesë e fillimit. Nëse qytetarët shqiptar duan që të kenë në tavolinat ku bisedohet për shqiptarët, qoftë si ajo tryeza që u organizuat dhe ku Aleanca për shqiptarët nuk ishte dhe u pa se si rezultati doli, sepse ndryshe kanë qenë tavolinat ku Aleanca për shqiptarët është prezente, ndryshe flitet për të drejtat e shqiptarëve dhe krejtësisht ndryshe është kur është. Dhe ditëve të fundit përflitet shumë për sa i përket të shfuqizimit të qeverisë teknike. Në realitet, një qeveri teknike në një vend demokratik i cili pretendon që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe atë thatë që ne detyrat e shtëpisë në një farë i kemi bërë, por pengesë është çështja e Bullgarisë, gjithsesi marrëveshja e propozuar nga Franca, që i bie që është problem që Maqedonia ka me Bashkimin Evropian, jo me Bullgarinë. Nuk duhet të ketë një qeveri teknike. Mirë po, sa qytetarët dhe partitë politike kanë besim që një qeveri normale do të mund të organizojë zgjedhje me të cilat do të pajtojnë të gjithë se gjithçka është në rregull. Qëndrimi jonë edhe për këtë temë ka qenë i qartë. Edhe po mos kishte qeveri teknike që do duheshte të implementohet për situatën që jemi me një pushtet të fuqishëm që ka VMRO qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal, do duheshte të krijohet një qeveri e ngjashme apo qeveri teknike dhe absolutisht nuk mendojmë se është koha për të larguar e njëjta. Kështu që qëndrimi jonë në këtë drejtim ka qenë shumë i qartë dhe vazhdojmë të mbetemi në këtë drejtim. Nuk mendojmë se Maqedonia e Veriut, pavarësisht deklaratave publike që bëhen, nuk mendojmë se i përmbush kriteret që të mundet qeveria teknike të largohet. Cili do të ishte sipas jush ose cila do të ishte formula që Republika e Maqedonisë të plotësoj kërkesat e Bashkimit Evropian, gjithsesi të gjithë eksponentët evropian që vizitojnë Maqedoninë apo që kanë takime me funksionarët e Republikës së Maqedonisë, u rekomandojnë që të bëjnë ndryshimet kushtetuese dhe të hapin rrugën drejt bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas jush, cila do të ishte formula, pasi që kryeministri tani ka vendosur edhe kushte për të vazhduar bisedimet në këtë drejtim apo për hapjen e kushtetutës? Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe çdo kush tjetër duhet ta di që Maqedonia e Veriut është e përbërë prej disa popujve dhe sidomos nga Maqedonët dhe shqiptarët, të cilët janë 30% e popullsisë dhe të cilët nuk shohin asnjë alternativë tjetër përpos integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërsa përsa na përket neve si subjekt politik kemi qenë kryesorët dhe kemi bërë forumin në momentin që është votuar propozimi francez dhe të vazhdojmë të japim mbështetje dhe vazhdimisht të kemi edhe pjesë të debateve publike kërkesën tonë që këto bariera të largohen sa më shpejt, sepse çështja e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian nuk është çështje dëshire, por është edhe një domosdoshmëri e jashtëzakonshme edhe ekonomike e Maqedonisë së Veriut. Ju e shihni që mbyllja
vetëm pasoja negative sjell dhe ne ndeshemi me protestat e punëtorëve që kërkojnë paga më të larta dhe Maqedonia e Veriut duhet ta di që vetëm duke u bërë pjesë e familjes evropiane do mund të shfrytëzojë edhe fondet evropiane të cilat janë për dhe pastaj do të keq përdor si ishin pa fondet në bujqësi që u zbuluan. Nuk them që duhet të keq përdoren, unë them për përdorim si duhet dhe që u vihen në ndihmë bizneseve, bizneset më pas të munden të sigurojnë bazën e mjaftueshme financiare që të mund të japin paga më të larta për të arritur deri këtu, gjithsesi që duhen reforma aty ku ngecën procesi në gjithësor, që të mund të gjitha këto të lëvizin ashtu siç duhet. Është e pakontestueshme që partitë politike shqiptare të gjitha janë pro ndryshimeve kushtetuese dhe hapjes rrugës drejt Bashkimit Evropian. Mirë po, duhet dëshmohet me vepra, unë nuk pajtohem me deklarata. Çfarë konkretisht ndërmerret? A bisedohet në partitë politike shqiptare se si të gjendet forma, në rast se lip nevoja të bllokohen proceset, të bllokohet qeveria, funksionimi i qeverisë, të bllokohet puna e parlamentit. Mos jeni prezent aty. Janë këto kushte që ju do t'ja vendosni kryeministrit. Unë mendoj që situata në rrafshin politik shqiptar, sidomos në raport tani edhe me ngecjen e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, jemi në situatë që do duhet shqiptarët domosdoshmërisht të ulen dhe të flasin bashkë për këtë tema. Prandaj edhe jo rastësisht e thash më herët që ti nuk mundesh ti ikish përgjegjësisë që unë largohem e bëna këtë që e bëna dhe tani largohem prej këtu përkundrazi. Duhet të ketë një strategji dhe veprim të përbashkët rreth çështjeve të cilat na tangojnë të gjithë dhe ndërkaq pastaj secili le ta vazhdoj rrugën e vet politika ashtu siç mendon, po megjithatë ka tema të cilat nuk i takojnë dikujt personalisht. Për shembull e përmendet edhe tryezën që e thiri kryeministri. A pati një takim paraprakisht mes partive politike shqiptare ashtu siç e bëjnë maqedonët para se të ulen? Nuk pati. Pra, këtu tregohet se sa të pafuqishëm, sa të pakoordinuar dhe sa të dobët pastaj shqiptarët paraqiten në këto tavolina ku flitet për çështje të rëndësishme. E rëndësishme padyshim për ne është edhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, unë nuk jam vetëm për deklarata, vetëm sa për t'i thënë për sy e faqe, vetëm para zgjedhjeve, ashtu siç ka ndodhur me atë non-paper apo dokumentin që kanë nënshkruar vetë dhe më pas kanë shkelur në nënshkrimin e vet, po duhet veprime konkrete që të ndihmohet procesi dhe t'i bëhet me dije edhe kryeministrit dhe çdo kujt tjetër se shqiptarët janë pjesë e rëndësishme e vendimarrjes këtu në Maqedoninë e Veriut, përfshirë të gjitha proceset, po sidomos edhe rrugtimi i vendit drejt Bashkimit Evropian. Qeveria në vazhdimsi thotë që në aspektin ekonomik vendi është duke lëvizur mirë, ndërsa ne shohim protesta në rrugë, në anën tjetër kredi nga më të ndryshmet me norma interesi të cilat nganjëherë edhe nuk janë të qarta, huamarrje të cilat janë të dyshimta, e gjithë kjo, të gjithë këtë pasojë do ta vuajë popullata e cila pa fajin e tyre e kanë zhitur në borxhe. Si qëndron, cili është qëndrimi juaj dhe i partisë tuaj në këtë drejtim me këto huamarrje dhe me situatën ekonomike dhe financiare në vend? Realisht, situata në të cilën gjendemi ekonomikisht, Maqedonia e Veriut kërkon një debat të gjerë, gjithëpërfshirës dhe hartim të një strategjie ku do të ulen dhe do të marrin pjesë të gjitha palët. Sepse fundit çdo kush në shtëpinë e vet duhet siguroj ekzistencën e familjes së vet, ndërkaq për mënyrën, për momentin kështu siç është gjendja, është e pamundur që të mbulohen nevojat elementare. Kjo duhet të jetë çështje të cilën duhet seriozisht ta trajtoj qeveria duke ulur me të gjitha palët, përfshirë edhe opozitën, për të parë se cila duhet jetë rruga që qytetari mos ndihet i varfruar, po të ndjejë spaku një mas përmirësimi që do fillonte dhe pas do të shtoheshte marrja e kredive, aq më tepër ndarja e tyre në mënyrë jo të drejtë, siç ka ndodhur edhe me kreditin hungares që shpërndahen në mënyrë të barabartë, por që do duhet më pas t'i kthejnë të gjithë, vetëm e rrit edhe më shumë pabesueshmërinë e qytetarëve tek institucionet dhe nga ana tjetër nuk shohim zgjidhje, nuk shohim rritje dhe përmirësim të standardit. Është e vërtetë që punëtorëve ju nevojiten paga më të larta, është e vërtetë që biznesi duhet të ndihmohet në formë
forma të ndryshme, prandaj jo rastësisht i përmenda edhe fondet e Bashkimit Evropian dhe jo keq përdorimin e tyre kur i flas fondet e Bashkimit Evropian, sepse aty është vendi ku mund të gjendet mbështetje ndryshe nga siç është çështja e kredive me norma të larta interesi, që do kishte marrur atë ndihmën e nevojshme Maqedonia e Veriut, sepse mbyllja asesi nuk na konvenon, përkundrazi duhet parë se cilat duhet jenë format që të mundet paralelisht edhe sektori privat sigurisht që mund të forcohet, sepse ai është punëdhënës në këtë shtet dhe duhet me pat parasysh që edhe ai sektor duhet me marrë ndihmën e mjaftueshme që të mundet të siguroj rrogat apo pagat e mjaftueshme. Në debatin që u zhvillua në parlament rreth buxhetit të Maqedonisë së Veriut, unë pata paraqitur edhe një propozim timin se si e shoh zgjidhjen apo atë deficitin buxhetor, se si Maqedonia e Veriut do mund që ta mbulonte në të ardhmen, është ekonomia jo formale e cila asesi nuk është duke u futur në rrjedhat formale të ekonomisë, që është një mënyrë e gabuar e qasjes, se si e ka kjo qeveri, por edhe në të kaluar nuk shoh përmirësim. Mendoj që duhet merren masa konkrete në këtë drejtim, por jo duke e friguar biznesin, por duke i dalur krah dhe ndihmë derisa ta merr fuqinë e mjaftueshme që të bëhet i fuqishëm, që të mundet pastaj edhe punëtorët që të jenë të kënaqur dhe që paguhet mundi që e japin qoftë në institucionet publike, qoftë në ato private. Për ta përfunduar, zonja Dauti, në qoftë se ti kthehemi edhe një herë asaj pyetjes të cilën nuk u përgjigjet pasi u ndërpreva unë se desha ta bëj për fund. Në rast se keni ftesë që të jeni pjesë e qeverisë, cilat do të jenë kushtet? Do të pranoni dhe cilat do të jenë kushtet? Realisht flasim në mënyrë hipotetike, që mund të edhe mos ndodh, mirë po në qoftë se ndodhen, a e keni planifikuar dhe a e keni para pa këtë situatë? Unë zakonisht nuk preferoj të flas për gjërat të cilat janë hipotetike dhe unë t'jap përgjigje të realt dhe të vërtet, sepse nuk përkon realiteti me atë që shtrohet që nuk është e momentit. Megjithatë, Aleanca për Shqiptarët jeni të bindur të gjithë që çfarëdo qoftë lëvizje ose qëndrim në opozicionin që është, gjithmonë do ta bëj në bazë të atyre principeve dhe politike të cilat i ka pasur dhe vazhdon t'i ketë dhe do t'i ketë vazhdimisht. Pra ne vazhdojmë të mendojmë se në pozicionin që do jemi, si do që t'jetë ai pozicion, ne do bëjmë çmos që të përmirësohet gjendja e qytetarëve në përgjithësi, po sidomos shqiptarët të cilët asesi të ndihen të barabartë, të sigurt, mjaftueshëm në këtë shtet. Pra të gjitha temat të cilat janë të rëndësishme për shqiptarët, janë të rëndësishme për Aleancën për Shqiptarët. Janë të rëndësishme tema e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, nuk e që shërben një qeveri e cila bën mbylljen dhe ngecjen e këtij procesi, duhet gjetur patjetër zgjidhje në këtë drejtim. Janë të rëndësishme temat ekonomike, se në çfarë mënyre dhe çfarë forme duhet të zhvillohet shteti më tutje, janë të rëndësishme temat e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, mirë po ashtu siç Aleanca për Shqiptarët i ka proklamuar edhe në të kaluarën dhe vazhdon të qëndrojë atyre pas dhe lloj-lloj formave të cilat paraqiten nga ana e aktorëve të caktuar. Po edhe të mos lihet hapësirë interpretime nga më të ndryshme. Tani ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës duhet bëhet në Shqip, duhet bëhet në Shqip, shkojnë në Komisionin e Venecias të rregullohet me ligj, po një herë rregullohen këto punë me ligj. Ligji i cili zyrtarizon gjuhën shqipe, kjo çështje duhet ta ketë rregulluar me kohë dhe tani debatet të jenë të kota. Tani, jo rastisht edhe më herët thash që duhet mbajnë llogari dhe përgjithësi gjithë secili që ka bërë lëshime të caktuara. Ju dini në vitin 2018 dhe sidomos në fillim të vitit 2019 ka hyrë në zbatim ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili ka pasur edhe një dispozitë të posaçme që ka kërkuar që brenda një viti, në afat një vjeçar, të mundet të gjitha ligjet e tjera të përshtaten dhe të vlejnë në raport me ligjin të jenë të harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pra atëherë dhe sot ka kaluar kohë dhe ja që studentët e jurisprudencës me të drejtë kërkojnë që të realizojnë të drejtën e vonuar të tyre. Dhe kjo nuk është çështje që duhet të shëtitet sa andej sa këndej, sepse ligji për përdorimin e gjuhëve e mundson, sepse e dini si është çështja, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjitha shtetet ku ka më tepër
gjuhë të cilat janë zyrtare në nivel të shtetit, një nga çështjet kryesore që nënkupton përdorimin e asaj gjuhe që është zyrtare është edhe dhënia e provimeve shtetërore. Provimi i jurisprudencës është një provim administrativ, por që në fakt një provim profesional, në fakt, por që hyn në kategorinë e provimeve shtetërore dhe ai as nuk duhet jetë i diskutueshëm, mirë po ja që ka mbetur i parealizuar për shkak të neglizhencës që ka ndodhur në ndërkohë. Çfarëdo që është dashur të bëhet, në qoftë se nuk është bërë dhe të gjithë ata që se kanë bërë duhet të mbajnë përgjegjësi, është koha e fundit që ata studentë munden ta gëzojnë të drejtën e vet, sepse ka shembuj të shumtë në botë që jo popull shtet formuar siç jemi ne shqiptarët këtu 30%, po që janë me 5%, që janë 1%, që janë 6% dhe realizojnë këtë të drejtë. Unë uroj që ajo që s'është bërë, këto të cilët janë në pushtet edhe ta bëjnë, do të thonë të realizojnë atë kërkesat, ato nuk janë kërkesa minimale, maksimale, janë nevoja të banorëve që jetojnë këtu, gjithsesi të shqiptarëve. Zonja Dauti, unë këtu do t'ju falenderoj që ndatë kohën që qeni pjesë e emisionit Debativ Politika. Falenderit. Faleminderit edhe juve, shpresoj nuk kemi lënë gjëra pambuluar, gjithsesi herave tjera e flasim sërish. Gjithmonë ka sende për cilat mund të bisedohet, mirë po për arsye të kohës dhe mos i mërzisim edhe teleshikuesit, ne do të kemi me siguri raste që përsëri t'ju ftojmë të qeni pjesë e emisioneve debative këtu në TV Globin. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Teleshikues nderuar, ishte politika për këtë javë. Ne sërish do të takohemi javën e ardhshme kur para jush do të vinë me mysafir të radhës dhe me tematika të cilat janë aktuale për kohën dhe momentin. Ju falenderoj për momentin, natën e mirë.